Një impuls i çmendur ndryshon fatin e një banuri. Fiton $1 milion në lotari. Një banur i Karolinës Severiut tha se një impuls i çmendur e çoi drejt fitues së një çmimi prej $1 milion nga një bilet gërvishese lotarie. Banuri Kathy i tha zyrtarëve të lotarisë arsimuar të Karolinës Severiut se të premten në mbrëmje, pasi përfundoi punën, ndjeu një dëshirë të pashpjegueshme për të blerë një bilet lotarie. Thjesht me lindi një impuls i çuditshëm dhe vendosa të blej një. Diçka thjesht më tha të marr një bilet. Një vendim i thjeshtë që do të ndryshonte gjithçka për të. Kur e shikoi biletën, ai thotë se u ndjesi në ëndër. Ishte si një ëndër që ndodh vetëm një herë në jetë. U shpreh ai euforik për fituaren e papritur. Pas kësaj ai planifikon të investojë në blerjen e një shtëpie, një ëndër e cila tashmë duket më afër realitetit. Na ndiqni duke klikuar butonin subscribe për lajmet më të reja.